Kreuja e AK-s, Ramush Haradinaj, e ka quajtur mashtrues kryeministrin në detyrë, njëherëshi dhe kreun në lëvizjes vendosje, Albin Kurtin. Haradinaj tha se Kurti nuk e ka shumicën dhe se po manovron. Ky është me origjinë mashtruese, nuk e ka shumicën dhe po manovron kështu. Edhe e ka torturuar Kosovën për me vazhdu me mbet edhe deputet, edhe kryetar qeverie i jashtëligjshëm, ka thënë Haradinaj. Kurti deklaroi mbrëm se AK-ja e kaloi pragun fal nismës. Për këtë deklarat Haradinaj me ironi ka thënë se as vendosja s'do ta kalonte pragun pa alternativën. Besoj kjo është ngjashme si VV-ja e ka kaluar pragun fal Guxo dhe alternativës, edhe kjo jona ashtu është. Pa alternativën dhe Guxo, as lëvizja vendosje s'do e kishte kaluar pragun, ka thënë Haradinaj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është lajm që Limaj është kthyer në kuvend. Është lajm që Fatmir Limaj, komandant Çeliku, është kthyer në kuvendin e Republikës së Kosovës, që Nisma Social-Demokrate, që do duhet të jetë një parti si motor me VV-n, i ka 3 deputet në kuvend. Le të mos harrojmë që jo vetëm u kthye Fatmir Limaj në kuvendin e Republikës, por njëkohësisht ja mundësoi AK-s të kalojë pragun. Pa nismën, AK-ja kësaj radhe do të ngelej në prag, ka deklaruar Kurti.